Asgjë nuk e kthen më mbrapsht atë që ndodhi në Podujev dhe janë plot 3 familje që përsollën për në banesën e fundit njerëzit e tyre të dashur. Banorët janë shprehur se Ardita ishte një vajzë e qetë punëtore dhe njihej për një sjellje të mirë dhe korrekte. Askush në fshat ende nuk e imagjinon se si një vajzë si ajo ka kryer një veprim me pasoja tragjike. Por ajo që tashmë po i druhet familja Gashi janë pasojat që ka lënë pas veprimi i motrës së tyre. 2 vëllezërit e Arditës janë punëtor ndërtimi dhe njihen si djemë të mirë dhe shumë korrekt, por tashmë ato nuk e dinë se si do të reagojë familja e 43 vjeçarit. Daja e Iliasit ka thënë se vëllai i Arditës i ka dërguar fjalë dhe i ka kërkuar për të qenë prezent në funeralin e Iliasit. Dhe kjo si shenjë për të treguar që mes tyre nuk ka asnjë lloj hasmërie dhe që shprehin keqardhjen për atë që ka ndodhur. Mësohet se pas janë mbledhur burrat e familjes, ato kanë vendosur që të mos e pranojnë të vëllain e Arditës në funeralin e Iliasit. Burime pranë familjes së Iliasit janë shprehur se ky refuzim nuk do të thotë që 2 familjet janë në hasmëri, por në këtë moment kaq delikat dhe të ndjeshëm, prezenca e tij mund të shkaktonte debate ose fjalë të pakontrolluara që thuhen në rast të dhimbje. Për të shmangur çdo përplasje të mundshme, burrat e familjes kanë marrë këtë vendim deri në një moment të dytë. Gjithsesi, gatishmëria e vëllait të 31 vjeçares për të shkuar në funeralin e partnerit të motrës tregon se ai nuk do të kishte dashur kurrë që motra e tij të merrte vendimin fatal.